Çështja e parë. Po ju ndëgjojmë avokat nëse keni Mënyrë telegrafike I lexova fjalët përfundimtare në interval I shkurt kohor, sa mund me lexu për çat interval I poshtë. Mirë po, 4 çështje këto janë kruciale. Këtë proces janë 4 çështje kruciale. Çështja e parë. Çështja e parë është se meqë gjykata dhe prokuroria nuk ka njohuri për gjitha lëndët të cilat procesohen në gjykatë, ka prokuroria e ka urdhëruar ekspertin për me bë ekspertizën mjekoligjore gjithsesi me konstatue shkaqet e vdekjes së të ndjerës Liridona. Ju e dini, jemi dëshmitar që eksperti mjekoligjor Naim Uka këtë sallë të gjykimit ka dhënë shpjegime lidhur me arsyet e vdekjes së Liridona Moselit. Shko këtu kontestuese. Unë me vëmendje ndëgjova fjalën përfundimtare të prokurorës e përcjella pa përkthem. Ai thekë se në dorën e majtë të ndjerës Liridona vrehet një hematom, që nuk është kontestuese. Ajo është saktë. Mirë po, gjatë dëshmijes të këtij eksperti në shërtimin kryesor, ai ka ngrit një çështje që për juristat, për shumë jurista është e panjohur. Mesin e tyre është fjala për vizualizimin e gishtrinjve. Kemi kërkuar përgjigje çka do të thotë fjala vizualizim. I njëjtin mënyrë decisive ka deklaruar e keni në faqe 6, 7 dhe 8, ku thotë me rastin e ekspertizës makroskopike, nuk kemi vrejt gjurma të vizualizimit të gishtrinjve të ndonjë personi. Do thot, eksperti po thot, nuk ka vizualizim të gishta. Me qenë se gjykata tash duhet dikuna mi besu. Na nuk po thojmë që Liridona nuk ka privu nga jeta, ajo është privu e nuk ka kontestuese. Vesh në i budallon, e qmend dhe thot që su privu nga jeta. Mirë po, gjyqet I mbetet me vërtetu çfarë thonë. Çështja e parë. Çështja e dytë. Po thuhet që është shti me revole nga dritarja gjysmë e hapur. O provu. Mirë po, për ta vërtetu edhe për ta hudh versionin e Naimit që ky nuk ka qenë prezent me rastin e primimit nga jeta, një veprim procedural shumë I fortë su kry. S'ka faj prokuroria. Nuk ka. Këtu gjatë hetime odesht Naimit m'ia mor teshat. Teshat m'ia mor. Me këshyr prezencën e grimsave të barutit me rastin e shkerpës të revolës. Nëse do të vërtetoj prezenca e grimsave të revolës nga shkrepja e ty të armës, çdo mbrojtje e Naimit është e kot, që në të fol gjatë ditën. Prova fol diçka tjetër. Kjo su kry. Kush e ka pengu për me mor teshat, edhe me mor me teshat, me kontrollu. Thuhet se ka qenë në vetur. Duke mor parasysh se grimsat e barutit në ambjetet e bylluna e ka një diametër të 70-80, duke mor parasysh largësinë që po pretendohet që ka më të përdor, grimsat e barutit ishin teshat e tij, edhe Naimi e kishte përfunduar në vetë. Si më pa dhe 3 vjetë të më morë me këto. Kjo s'o kry. Pse për këto kur s'po foli? Ato shka e ka bo në këmdo të është përcisimin juridik, unë për e kontestoj. Kur se këmë kontestu vrasjen? A se kontestoj? A më cilësimi, a është adekvat? Nuk është. Nuk është cilësimi adekvat. Pse s'është? Tonë kohën për thuhet që Naimi me rastin e sigurimit të ndjerës, në koruna 3 milion kruna në Zvicër, ka pas qëllim edhe për me përfitu dobi pasërore. Po e paragrafi 5 këtu. Të më nëse është ashtuat e duhet me thonë paragrafi 1.3, paragrafi 1.4, paragrafi 1.5. Nuk ko paragrafi 1.5 kërkun, ato në kohën rrethonat randuse. Kjo ka këshyrë me bo këto, ka këshyrë me bo këto, amo cilësimi juridik nuk është.